Nëse mëngjesi nuk nis me vezë për mua, atëherë është problem i madh, sepse vezët të mbajnë ngopur për një kohë të gjatë dhe sigurisht marrin dhe vlerat ushqyese. Do të na duhen 5 vezë, të cilat I thyejm në një kulles në mënyrë që të heqim ujin e tepërt. Vezët Ovital I gjeni në çdo market super cilësore, sepse kompania sigurohet që nga Zoq që të jenë cilësor për të prodhuar vezë të shijshme dhe të shëndetshme, teknologjia me të cilin rriten ushqimi cilësor si dhe ambienti rreth 70.000 metra katror. Do të shtojmë një lugë vaj ulliri, krip, 2-3 lugë me mistra, një dorë me spinaq të gatuar, një dorë me djath dhe do ta trazojmë sigurisht edhe 100 ml pana, mos ta harroj këtë. Kam shtuar pak galete letra e pjekjes në mënyrë që të thithi ujin e tepërt që mund të ketë, shtoj masën, grim pak parmigiano nga sipër dhe dore 30 minuta të piqet me 210 gradë. Gjatë pjekjes omleta do të fryhet, pastaj do të bjerë dhe do të keni këtë pamjen e tartës në fund që është shumë e shijshme dhe nëse doni të gatuani ndonjë brunch të lezetshëm, këto ju nderojnë, por fantastike edhe për punë edhe për fëmijët në shkollë.